ju uroj një vit të mbarë. Kujtira 100 lekë Me shumë të mira. Baklavaja. Tani, kurdo? Sa ka përcjell ky vit? Ra dhe leku baklavas, që ta dish. Ra leku i baklava. Fati madh. Sa ka përcjell ky vit propozitën zoti Berisha? Fitore. Largimin e Ramaduros dhe votën e lirë për shqiptarë. Këtë në objektiva. Fitore ju. Me protestat më të fuqishme që ka njohur vendi. S'ka rrugë tjetër. Dhe do ketë një ndryshim ky vit në mënyrë se do protestojë opozita? Urdhoni? Do bëni një protestë ndryshe? Të gjitha format e protestave janë të mundshme. Ne kemi betejë vendimtare këte. Ai e ndjen të vetë. Ai thoshte që unë jam fajtor, po nuk kemi naftë sa Venezuela dhe nuk kemi kartele të nda sa Venezuela. I kemi ato, po jo sa Venezuela. Fajtor apo edhe ndryshe? Protestat. Protestat janë protesta të cilat kryengritje, revolta, por paqësore. Nuk lëvizet nga ky pozicion. Miru pafshim. Kemi ndjekur kështu fjalën e liderit opozitës Sali Berisha në daljen e tij nga ambientet e prokurisë së posaçme, ku ka patur edhe masën e detyrimit të paraqitjes ditën e sotme. E ka mbyllur këtë fjalim zoti Berisha përpara gazetarëve, duke thënë se 2026 do të jetë viti i fitores dhe do të nisë me protesta më të fuqishme që ka njohur